Një eksperte e sigurisë digjitale sheh karrierën e saj të shkatërrohet pasi merr fajin për një krim që nuk e ka kryer. Vite më vonë, duke punuar si kamariere, ajo përballet me një sajau arrogant që e poshtëron publikisht. Ajo që askush nuk e priste ishte se ky poshtërim do të bëhej katalizatori për një kthes që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Apartamenti i vogël në periferi të Tiranës, në zonën e Paskuqanit, ishte zhytur në heshtjen e pasmesnatës kur Bora më në fund arriti ta vinte djalin në gjumë. Në moshën 4 vjeçare, Dritani ende zgjohej disa herë gjatë natës, duke thirrur nënën me atë zërin e vogël që shkrinte çdo zhgënjim që ajo mund të ndjente. E ulur në cep të krevatit të improvizuar në dhomën e ndenjes, Bora vështronte djalin që merrte frymë i qetë, me kaçurrelat e tij të arta të shpërndara mbi jashtëkun e zbardhur. 3 vjet kishin kaluar që kur jeta e saj mori një drejtim krejtësisht tjetër. 3 vjet të gjatë që kur Bora Sula kishte qenë një nga ekspertet më të respektuara të sigurisë digjitale në kryeqytet, duke punuar për një nga firmat më të mëdha të teknologjisë në vend. Emri i saj ishte sinonim i kompetencës dhe inovacionit, analizat e saj të cenueshmërisë ishin referencë në treg, dhe aftësia e saj për të diktuar defekte në sistemet më komplekse kishte shpëtuar miliona nga sulmet e mundshme kibernetike. Por gjithçka ndryshoi në një natë të vetme fatkeqe. Bora ende e kujtonte përsosmërisht atë ditë dhjetori. Po përfundonte një raport mbi masat e reja mbrojtëse të zbatuara në serveret e kompanisë kur mori një telefonat urgjente nga mbikëqyrësi i saj. Të dhëna konfidenciale të mira klientëve kishin rrjedhur dhe të gjitha provat tregonin për qasjen e saj administrative. Hetimet ishin të shpejta, të pamëshirshme. Regjistrat tregonin qartë se rrjedhja kishte ardhur nga stacioni i saj i punës, në një orar kur vetëm ajo kishte autorizim për të qenë në sistem. Presioni ishte i jashtëzakonshëm. Media e specializuar e mbulonte rastin për ditë dhe emri i Borës ishte në të gjitha titujt kryesor. Ekspertja e sigurisë shkakton rrjedhjen më të madhe të dekadës, ironia e profesionales që duhej të mbronte të dhënat, Bora Sula, nga heroina në personazhin negativ të sigurisë digjitale. Çdo fjalë ishte si një thik mbi reputacionin e saj të ndërtuar gjatë një dekade pune të palodhur. Më e keqja ishte se Bora e dinte që nuk e kishte kryer krimin. Natën e rrjedhjes, ajo ishte në shtëpi duke u kujdesur për djalin, i cili kishte qenë keq me temperaturë të lartë. Kishte prova për këtë, kishte thirrur mjekun, kishte regjistrime në spital. Por regjistrat e sistemit ishin të pakundërshtueshëm dhe kompanisë i duhej një kokë turku për të qetësuar investitorët dhe opinionin publik. Ishte Arbeni, kolegu dhe miku i saj i vjetër, ai që e kërkoi në shtëpi një javë pas shkarkimit të saj të menjëhershëm. Arbeni punonte në të njëjtin departament dhe e njihte Borën që nga ditët e saj të para në kompani. Ai e dinte se ajo ishte e paaft për një tradhti të tillë, por gjithashtu e kuptonte kompleksitetin e situatës. Bora, ti e di që unë të besoj, tha Arbeni, i ulur në kuzhinën e vogël të apartamentit që ajo ishte detyruar të merrte me qira pasi humbi punën. Por provat janë shumë mirë të ndërtuara. Kushto që e ka bërë këtë, e ka ditur saktësisht se si të implikonte ty. E di që më beson, Arben. Por kjo nuk ndryshon asgjë. Karriera ime mori fund, reputacioni im u shkatërrua dhe unë kam një djalë për të rritur e vetme. Zëri i Borës dridhej, por vendosmëria e saj mbetej e palëkundur. Arbeni mbante një zarf në duart e tij, duke luajtur me të me nervozizëm. Unë doja të bëja më shumë për ty, të hetoja, të provoja pafajësinë tënde. Por presioni në kompani është shumë i madh. Kushdo që vë në dyshim versionin zyrtar mund të humbas punën gjithashtu. Bora e kuptoi. Nuk mund ta fajsonte Arbenin që nuk rrezikonte karrierën e tij. Ai kishte familje, përgjegjësi. Industria e teknologjisë ishte e vogël dhe të ishe në listën e zezë do të thoshte të mos gjeje punë askund. E kuptoj, Arben. Ti nuk mund të rrezikosh për mua, por mund të ndihmoj në një mënyrë tjetër. Arbeni zgjati zarfin. Një mikja ime punon në burimet njerëzore të një grupi restorantesh. Ata po kërkojnë personel me prezantim të mirë dhe që flet rrjedhshëm anglisht për t'i shërbyer një klientele ndërkombëtare. Nuk është ajo që meriton, por është një fillim. Bora e mori zarfin me duart që i dridheshin.
Brenda ishte një letër rekomandimi diskrete, pa përmendur përvojën e saj të mëparshme në teknologji, duke theksuar vetëm aftësitë e saj të komunikimit dhe përgjegjësinë. Faleminderit, Arben. Do të thotë më shumë se sa e imagjinon. 2 javë më vonë, Bora ishte në këmbë para pasqyrës së banjës, duke rregulluar uniformën bardhëzi që kishte marrë në ditën e parë të punës në restorant Eleganca. Ky ishte një nga vendet më elegante të Tiranës, i frekuentuar nga biznesmen, diplomat dhe personazhe të njohur. I ndodhur në zemrën e zonës së bllokut, Eleganca ishte sinonim i sofistikimit dhe diskrecionit. Menaxheri, një burr i rrept i quajtur Besnik, kishte qenë i qartë gjatë trajnimit. Klientët tanë vlerësojnë për sosmërinë dhe padukshmërinë. Ju duhet të jeni efikas pa u vënë re, të vëmendshëm pa qenë ndërhyrës. Një gabim këtu mund të kushtoj shumë shtrenjtë. Bora përpiu çdo fjalë. Ajo e kuptonte rëndësinë e diskrecionit, fundja kishte kaluar vite duke u marrë me informacione konfidenciale. Diferenca tani ishte se, në vend që të mbronte të dhëna, ajo shërbente pjata dhe memorizonte preferencat e verave. Në muajt e parë, puna ishte një përshtatje e vështirë. Këmbët i dhembinin pas orëve të gjata në këmbë, shpina i ankoi nga pesha e tabakave dhe mendja e saj, e mësuar të zgjidhte probleme komplekse sigurie, tani përqendrohej nëse tavolina 6 preferonte ujë me apo pa gaz. Por Bora këmbënguli. Çdo bakshish ishte një hap drejt stabilitetit, çdo lavdërim nga menaxheri një fitore e vogël. Ajo që e impresiononte më shumë ishte aftësia e vëzhgimit që po zhvillonte. Duke punuar te Eleganca, ajo po mësonte të lexonte njerëzit, të parashikonte nevojat, të diktonte tensionet në bisedat e përshpëritura mes klientëve të rëndësishëm. Ishte një aftësi ndryshe nga kompetencat e saj të vjetra teknike, por po aq e vlefshme. Gjatë orëve të vona, kur kthehej në shtëpi dhe gjente dritanin duke fjetur në divan ku e linte dadoja, Bora i lejonte vetes disa minuta melankoli. Shëronte duart që dikur shtypnin kode komplekse dhe tani mbanin pjata, dhe pyeste veten nëse ndonjëherë do të kishte shansin të provonte pafajësinë e saj. Por sa herë që dyshimi kërcënonte ta mposhte, Bora shihte djalin dhe kujtonte arsyen pse vazhdonte të luftonte. Dritani meritonte stabilitet, edukim, mundësi që ajo nuk i kishte pasur. Nëse kjo do të thoshte të shërbente në tavolina në vend që të mbronte sisteme, ajo do ta bënte këtë me dinjitet. Një natë, pas një turni veçanërisht të vështirë, Bora mori një mesazh nga Arbeni. Ishte vetëm një foto, dritani duke luajtur në park me djalin e tij, të dy duke qeshur ndërsa vraponin pas një balone me ngjyra. Diqitura thoshte, ai po rritet i fortë dhe i lumtur. Ti po bën gjën e duhur. Ky mesazh erdhi në momentin e përsosur. Të nesërmen në mëngjes, Besniku e thiri për një bisedë. Bora, ti je dalluar. Përshatja jote, përkushtimi dhe diskrecioni nuk kanë kaluar pa u vënë re. Po të caktoj të shërbesh në seksionin ton VIP duke filluar nga java e ardhshme. Seksioni VIP i Elegancës ishte vendi ku ndodhnin punët më të rëndësishme të kryeqytetit. Politikan, ekzekutiv të multinacionaleve, investitor të huaj, të gjithë frekuentonin atë hapësirë të rezervuar, të rrethuar nga ndarje xhami të madh që garantonin privatësi absolute. Ishte një promovim i rëndësishëm që shoqërohej me rritje rruge dhe, mbi të gjitha, me bakshishe më të larta. Faleminderit, Besnik. Nuk do t'ju shgënjej, u përgjigj Bora, duke mbajtur tonin profesional që kishte mësuar të përdorte. Jam i sigurt për këtë. Por mbaj mend, në seksionin VIP, diskrecioni është edhe më i rëndësishëm. Klientët tanë diskutojnë punë konfidenciale, bëjnë marrëveshje miliona eurosh. Çdo pakujdesi mund të shkatërrojë reputacionin ton dhe karrierën tënde këtu. Bora pohoi me kokë, pa e vënë re ironinë e situatës. Gruaja që kishte humbur gjithçka për një supozim të thyrjes së konfidencialitetit, tani po promovoi saktësisht për aftësinë e saj për të mbajtur sekretin. Atë natë, kur mbërriti në shtëpi, Bora gjeti dritanin zgjuar, duke vizatuar në tavolinën e vogël të dhomës. Mami, shiko çfarë bëra, tha ai, duke treguar me krenari një vizatim me ngjyra të një familjeje, një grua e gjatë me flok kaçurel, një djalë i vogël anash dhe mbi ta, një re e mbushur me zemra. Është shumë bukur, shpirti im, tha Bora, duke puthur ballin e djalit. Çfarë do të thotë kjo reja? Janë të gjitha ëndrat që ti do të realizosh, u përgjigj dritani me thjeshtësinë unike të fëmijëve. Bora e ruajti vizatimin me kujdes, duke e ngjitur në frigorifer.
Pa e ditur, djali i saj sapo i kishte dhënë forcën që i duhej për t'u përballur me sfidat që po vinin. Në seksionin VIP të elegancës, Bora ishte gati të hynte në një botë ku aftësitë e saj të vjetra dhe realiteti i saj i ri do të takoheshin në një mënyrë që ajo kur nuk mund ta imagjinonte. Seksioni VIP i elegancës ishte një botë më vete. Me vetëm 8 tavolina të pozicionuara strategjikisht dhe të ndara nga paravan druri të gdhendur dhe xham të matë, mjedisi merrte frym pushtet dhe diskrecion. Dritat ishin më të buta, dekorimi më i rafinuar dhe madje edhe zhurma e hapave mbytej nga tapeti persian që mbulonte dy shemen. Bora kaloi javën e parë duke vëzhguar dhe mësuar. Çdo kamarier i seksionit VIP shërbente vetëm 2 tavolina në natë, duke garantuar një shërbim të patëmet dhe të personalizuar. Besniku e kishte vënë bashkë me Teutën, një veterane prej 15 vitesh në restorant, e njohur për kujtesën e saj fotografike dhe aftësinë për të parashikuar çdo nevojë të klientëve. Rregulli numër 1 këtu është i thjeshtë, shpjegoi Teuta gjatë turnit të parë të Borës. Ti sheh gjithçka, dëgjon gjithçka, por nuk di asgjë. Këta burra dhe gra lëvizin miliarda. Një fjalë jashtë vendit mund të shkatërrojë karriera të tëra. Bora pohoi, por nuk mundi të mos buzëqeshte brenda vetes. Sikur Teuta ta dinte që ajo kishte trajtuar informacione shumë më të ndjeshme se sa menut e verave dhe preferencat kulinare. Gjatë ditëve të para, Bora mësoi të identifikonte llojet e klientëve. Kishte politikan, gjithmonë në grupe të vogla, biseda me ton të ulët, celular që dridheshin vazhdimisht. Biznesmenët e huaj që vlerësonin menun ndërkombëtare dhe gjithmonë kërkonin rekomandime të detajuara. Dhe ekzekutivët vendas që e trajtonin elegancën si një zgjatim të zyrave të tyre, duke ardhur drejt e nga mbledhjet me pirgje dokumentesh dhe shprehje të tensionuara. Ishte gjatë javës së saj të dytë që Bora i shërbeu klientit të saj të parë vërtet të fuqishëm. Artan Ollini, drejtori i një kompanie të madhe ndërtimi, kishte rezervuar një tavolinë për një darkë me investitor japonez. Burri ishte i njohur për përpikërinë e tij obsesive dhe kërkesat specifike, ujë mineral të importuar, akull në kuba të përsosur, peceta të ndërruara mes çdo pjate. Zoti Ollini, është kënaqësi t'ju presim përsëri, e përshëndeti Bora, duke kujtuar udhëzimet që Teuta i kishte dhënë për të. Ti je re këtu, vërejti Artani, duke e ekzaminuar me sy analitik. Besniku po e diversifikon ekipin? Po, zotëri. Kam 2 javë në seksionin VIP. Artani bëri një shënim në bllokun e tij prej lëkure. Shpresoj t'i kesh memorizuar preferencat e mia, nuk kam durim të shpjegoj gjithçka nga fillimi. Sigurisht, zotëri. Ujë e vjan i ftohtë, pa akull në gotë, verë e kuqe e dekantuar për saktësisht 15 minuta para shërbimit dhe menun e degustimit me modifikimet që keni kërkuar muajin e kaluar. Artani u duki befasuar dhe paksa i impresionuar. Efikase. Besniku ka zgjedhur mirë. Darka shkoi në mënyrë të përsosur. Bora shërbeu pjatat me saktësi kirurgjikale, rimbushi gotat pa u vënë re dhe qëndroi e padukshme ndërsa Artani diskutonte detajet e një projekti ndërtimi që do të përfshinte qindra miliona. Kur japonezët u larguan, Artani la një bakshish bujar dhe një kartë vizitë. Nëse ndonjëherë vendos të ndryshosh karrierë, më kërko, tha ai, duke e befasuar Borën. Njerëzit me vëmendjen tënde ndaj detajeve janë të rrallë. Duke ecur për në shtëpia të natë, Bora reflektonte mbi ironinë e situatës. Ajo kishte ndryshuar karrierë kundër dëshirës së saj, por siç duket aftësitë e saj të vëzhgimit dhe saktësisë vazhdonin të vlerësoheshin, ndonse në një kontekst krejtësisht tjetër. Në shtëpi, gjeti Dadon Lulieta duke parë televizor ndërsa Dritani flinte thellë në dhomë. Lulieta ishte një zonjë rreth të 60-tave që banonte në të njëjtën ndërtesë dhe ishte ofruar të kujdesej për djalin gjatë turneve të natës të Borës. Ishte një grua e thjeshtë, por e dashur, dhe Dritani ishte lidhur shpejt me të. Si shkoi puna sot, pyeti Lulieta, duke mbledhur gjërat e saj. Mirë. Çdo ditë mësoj diçka të re. Bora pagoi shumën e rënë dakord dhe e shoqëroi Lulietën deri te dera. Ai djali është një engjëll, tha Lulieta, duke treguar dhomën ku flinte Dritani. Sot më tregoi një libër për kompjuterat. Tha se kur të rritet do të punoj me këtë, njësoj si mami. Zemra e Borës u shtrëngua. Dritani nuk e kuptonte saktësisht se çfarë kishte ndodhur me karrierën e saj të mëparshme, dinte vetëm që mami punonte me kompjutera para se të fillonte në restoran.
për të, ajo vazhdonte të ishte i njëjti person inteligjent dhe i aftë që kishte qenë gjithmonë. Ai është vërtet i veçantë, u pajtua Bora. Faleminderit që kujdeseni aq mirë për të. Pas largimit të luljetës, Bora kontrolloi dhomën e djalit. Dritani ishte përqafuar me ariun e tij prej pelushi, një libër fëmijësh për programimin ishte i hapur anash krevatit. Bora buzëqeshi duke rregulluar batanien mbi të. Ndoshta një ditë ajo do të mund të kthehej në botën e teknologjisë, por tani kishte prioritete të tjera. Në kuzhinë, ndërsa përgatiste një çaj, Bora kontrolloi mesazhet në celular. Kishte një nga Arbeni, dërguar disa orë më parë, pash një raport për një rrjedhje të re në një kompani telekomunikacioni. Mënyra e operimit është shumë e ngjashme me rastin tënd. Mendon se mund të ketë një lidhje? Bora qëndroi disa minuta duke parë mesazhin para se të përgjigjej. Interesante, por preferoj të mos merrem me këtë çështje tani. Po përpiqem të rindërtoj jetën time. Përgjigja e Arbenit erdhi shpejt, e kuptoj. Por nëse ndryshon mendje, unë i ruaj të gjitha informacionet. Kur nuk është vonë për të kërkuar të vërtetën. Bora e mbylli celularin pa u përgjigjur. Arbeni kishte qëllime të mira, por ajo kishte mësuar të jetonte ditë pas dite. Nuk mund t'i lejonte vetes të shite pas kur kishte një të ardhme për të ndërtuar. Javën pasuese, besniku njoftoi se restoranti do të priste një klient veçanërisht të rëndësishëm. Është një darkë korporative e nivelit të lartë, shpjegoi ai gjatë mbledhjes së mëngjesit me ekipin e seksionit VIP. Klienti kërkoi tavolinën tonë më të rezervuar dhe ekipin tonë më me përvojë. Teuta dhe Bora, ju do të jeni përgjegjëse. Teuta u duke kënaqur me zgjedhjen, por gjithashtu e paralajmëroi Borën, darkat korporative mund të jenë të komplikuara. Ka shumë dinamika pushteti në lojë. Qëndro edhe më e vëmendshme se zakonisht. Bora ra dakord, por nuk e kishte idenë se sa profetike do të ishin ato fjalë. Gjatë ditëve që i paraprin darkës speciale, eleganca zjente nga përgatitjet. Tavolina e zgjedhur u dekorua sërish, menuja speciale u krijua nga shefi i kuzhinës dhe madje edhe ndriçimi u rregullua për të garantuar privatësi maksimale. Besniku personalisht mbikëqyri çdo detaj, duke treguar nivelin e rëndësisë që i jepte ngjarjes. Kush është klienti? Pyeti Bora Teutën gjatë një pushimi. Një sajau shumë me ndikim. Nuk mund të jap detaje, por le të themi se kur ai teshtin, tregu financiar ftohet, u përgjigj Teuta me një buzëqeshje misterioze. Atë pasdite, para se të shkonte në punë, Bora kaloi më shumë kohë se zakonisht duke u bërë gati. Kontrolloi nëse uniforma ishte e patëmet, nëse këpucët shkëlqenin, nëse çdo detaj i prezantimit të saj ishte i përsosur. Diçka i thoshte se ajo natë do të ishte ndryshe, ndonse nuk e dinte saktësisht pse. Kur u përshëndet me dritanin, i cili po bënte detyrat e shtëpisë në tavolinën e kuzhinës, djali e kapi për dorë. Mami, je e shqetësuar? Pse pyet për këtë, i dashur? Po bën atë fytyrën që bëje kur merreshe me kompjuterin dhe kishe një problem të vështirë për të zgjidhur. Bora qeshi, e impresionuar nga perceptimi i djalit. Nuk jam e shqetësuar, thjesht e përqendruar. Sot është një ditë e rëndësishme në punë. Ti do t'ja dalësh të zgjidhësh çdo problem, tha Dritani me besimin absolut të fëmijëve. Ti ja del gjithmonë. Ato fjalë rahen në mendjen e Borës gjatë gjithë rrugës për te eleganca. Kur mbërriti në restorant, gjeti një atmosferë pritjeje. Punonësit e tjerë përshpëritnin për përgatitjet dhe besniku ishte dukshëm nervoz, duke kontrolluar çdo detaj për herë të tretë. Jeni gati? Pyeti besniku Teutën dhe Borën. Klienti do të mbërrijë në orën 8 fiks, i shoqëruar nga disa këshilltarë. Kjo darkë mund të përcaktoj biznese shumë të rëndësishme, ndaj më duhet që gjithçka të jetë e përsosur. Teuta pohoi me besim, por Bora ndjeu një të dridhur në stomak. Kishte diçka në tensionin e mjedisit që i kujtonte ditët e saj të vjetra të punës, kur merrej me situata të presionit të lartë dhe përgjegjësisë. Diferenca ishte se tani, në vend që të mbronte të dhëna, ajo po mbronte reputacionin e restorantit dhe po garantonte që pjatat të shërbeheshin në temperaturën e duhur. Në 7:45, Bora ishte në pozicion, duke kontrolluar për herë të fundit nëse gjithçka ishte e përsosur në tavolinën e rezervuar. Gotat shkëlqenin në dritën e butë, pecetat ishin palosur me saktësi ushtarake dhe menuja speciale ishte e prezantuar në mënyrë elegante. Teuta i rahu supin lehtë. Relaksohu. Je e përgatitur për këtë.
por kur akrepat e orës ju afruan orës 8, Bora ndjeu se jeta e saj ishte gati të merrte edhe një drejtim të papritur. Ajo që nuk mund ta imagjinonte ishte se burri që ishte gati të hynte në restorant mbante me vete jo vetëm pushtet dhe ndikim, por edhe çelësat për të zbuluar misterin që kishte shkatëruar karrierën e saj të mëparshme. Zilja e hyrjes ra saktësisht në orën 8 dhe besniku nxitoi të priste të ftuarit të shquar. Bora mori frym thellë, drejtoi supet dhe u përgatit për një tjetër natë pune. Por thellë brenda saj, një zë i përshpëriste se ajo nuk do të ishte një natë si të tjerat. Burri që kaloi hyrjen e elegancës rrezatonte autoritet. Viktor Aliu ishte 45 vjeç, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë të përsosur dhe një kostum italian që kushtonte më shumë se rroga vjetore e Borës. Anash tij, 3 këshilltar ecnin në formacion gati ushtarak, një grua bjonde me syze që mbante shënime vazhdimisht, një burr i ri që mbante një çantë lëkure dhe një tjetër më i moshuar që fliste me zë të ulët në telefon. Besniku i priti me përulje të egzageruara, duke e udhëhequr grupin deri te tavolina e rezervuar në seksionin VIP. Bora vëzhgoi gjithçka nga larg, duke vënë re menjëherë tensionin që buronte nga grupi. Nuk ishte atmosfera e qetë një darke të zakonshme biznesi, kishte diçka urgjente, gati të dëshpëruar në ajër. Mirëmbrëma, zoti Aliu, e përshëndeti Teuta me mirësjelljen e saj profesionale. Është nder t'ju presim në restorantin ton. Viktori pothuajse nuk e pa fare, i zën duke ekzaminuar një sër dokumentesh që këshilltari më i ri kishte shpërndarë mbi tavolinë. Ujë mineral, pa akull. Dhe sillni listën e verave menjëherë. Kemi shumë për të diskutuar sonte. Bora u afrua në mënyrë diskrete, duke shërbyer ujë për të gjithë të pranishmin. Përmes viteve të saj të përvojës në sigurinë digjitale, kishte zhvilluar një aftësi të mbret për të kapur bisedat e rëndësishme dhe fragmente të diskutimit mbërrinin deri te ajo. Votimi i bordit është caktuar për të premten, përshpëriste këshilltarja bjonde. Olta po siguron më shumë mbështetje se sa prisnim. E pamundur, u përgjigj Viktori, pa i ngritur syt nga letra. Ajo nuk ka përvojë të mjaftueshme për të udhëhequr një shkrirje të kësaj madhësie. Këshilltari më i moshuar e mbylli telefonin dhe u përkul mbi tavolinë. Zotëri, sondazhet e fundit të brendshme tregojnë se 23% e bordit e konsideron udhëheqjen tuaj të dyshimt pas incidenteve të 3 mujorit të fundit. Viktori shtrëngoi grushtet mbi tavolinë. Incidente. Ata i quajnë incidente. Probleme operacionale normale të çdo kompanie në rritje. Bora kuptoi se po dëshmonte një krizë korporative të përmasave të mëdha. Viktor Aliu, padyshim një sajë i fuqishëm, po përballej me një betejë të brendshme për kontrollin e kompanisë së tij. Shkrirja e përmendur me siguri përfshinte miliarda dhe pozicioni i tij ishte në rrezik. Zoti Aliu, ndërhuri Teuta me edukat, dëshironi të shihni për zgjedhjen tonë të verave për të shoqëruar darkën? Sillni një bordeaut. Prodhimi vitit 2015, asgjë më të re se kjo, urdhëroi Viktori pa e ngritur kokën. Bora dhe Teuta u drejtuan te dhoma e verave të restorantit, ku qëndronin verat më të shtrenjta dhe ekskluzive. Somelieri, një burr i përpikt i quajtur Filip, po organizonte shishet kur ato mbërritën. Bordeaut 2015 për zotin Aliu, kërkoi Teuta. Filipi bëri një grimas. Probleme. Shishja jonë e fundit e vitit 2015 u shit dje për një koleksionist. Kam një të vitit 2014 të jashtëzakonshme, ose një të vitit 2016 që ka marrë çmime ndërkombëtare. Teuta hezitoi. Ai ishte specifik për vitin e prodhimit. Ajo e vitit 2016 është objektivisht superiore, këmbënguli Filipi. Shumë ekspert e konsiderojnë këtë vit prodhimi më të mirë se 2015 thënë. Klienti nuk do ta vërejë diferencën dhe do të jetë i kënaqur me cilësinë. Bora vëzhgoi shkëmbimin duke ndjerë një shqetësim në rritje. Në vitet e saj të përvojës me klient kërkues, kishte mësuar se njerëzit në impresion priren të reagojnë keq ndaj çdo gjëje që nuk përputhet saktësisht me pritshmëritë e tyre. Ndoshta duhet ta informojmë për ndryshimin, sugjeroi ajo. Jo, vendosi Teuta. Filipi ka të drejtë. Është një verë superiore dhe po ofrojmë diçka më të mirë për të njëjtin çmim. Besniku gjithmonë thotë se duhet t'i bëjmë surpriza pozitive klientëve. Bora donte të kundërshtonte, por Teuta ishte mbikëqyrësja e saj dhe ajo ende po mësonte nuancat e punës.
me ngurim ndihmojnë në transportimin e shishes deri te tavolina e Viktorit. Rituali i prezantimit të verës ndoqi protokollin standard. Teuta i tregoi etiketën Viktorit, i cili pohoi me kokë i shpërndar pa e parë mirë. Filipi e hapi shishen me ceremoni, hodhi një sasi të vogël në gotën e Viktorit për degustim. Ishte në atë moment që gjithçka shkoi keq. Viktori e çoi gotën te buzët, provoi verën dhe shpreha e tij ndryshoi menjëherë. Ai ekzaminoi me vëmendje etiketën e shishes dhe fytyra e tij u nxi. Unë kërkova prodhimin e vitit 2015, tha ai, me një zë rrezikshëm të ulët. Teuta u përpoq të shpjegonte. Zotëri, ky është një prodhim i vitit 2016 i cilësisë superiore. Somelieri na siguroi se. Unë nuk pyeta për cilësi superiore, e ndërpreu Viktori, zëri i tij po ngrihej. Unë kërkova specifikisht 2015 thënë. Këshilltarët ndaluan bisedën dhe një heshtje e tensionuar u vendos mbi tavolinë. Bora vuri re se klientët e tjerë të seksionit VIP po fillonin të vërenin ndryshimin. Zoti Aliu, Teuta u përpoq përsëri, mund ta ndërrojmë menjëherë. Do të kontrolloj nëse kemi. Nuk e kemi vitin e kërkuar, njoftoi Filipi, duke u shfaqur me nervozizëm anash tavolinës. Por mund të rekomandoj opsione të tjera të shkëlqyera. Viktori u ngrit rrëmbyeshëm, duke bërë që karrigia e tij të kërciste pas dy shemes. Ju mendoni se mund të më gënjeni? Se mund të vendosni ju për mua se çfarë është më e mira? Unë kam ndërtuar një perandori prej 50 miliardësh duke qenë specifik për çdo detaj. Zëri i tij u shtoi nëpër seksionin VIP, duke bërë që darkat e tjera të ndalonin plotësisht. Besniku u shfaq shpejt duke u përpjekur të qetësonte situatën. Zoti Aliu, ju lutem, më lejoni ta zgjidh këtë situatë. Situata duhej të ishte zgjidhur saktë që në fillim, shpërtheu Viktori. Ju më trajtoni sikur të isha çdo lloj klienti, sikur fjala ime nuk vlen asgjë. Ishte atëherë që Viktori e ktheu vëmendjen e tij drejt për drejt te Bora, e cila qëndronte në këmbë anash tavolinës me shishen ende në duar. Dhe ti, e drejtoi gishtin tregues drejt saj. Ti e solle këtë verë duke e ditur që nuk ishte ajo që kisha kërkuar. Mendove se nuk do ta vija re? Se isha aq idiot sa të mos e kuptoja diferencën? Bora ndjeu gjakun t'i ngrinte në vena. Zotëri, unë thjesht ndoqa udhëzimet e somelierit dhe të mbikëqyrëses sime. Udhëzime, Viktori qeshi me përbuzje. Ti nuk je gjë tjetër veç se një kamariere pa kualifikim që mendon se mund të marrë vendime për burra që lëvizin më shumë para në një ditë se sa ti do të shohësh në gjithë jetën tënde. I gjithë restoranti tani ishte në heshtje absolute. Të gjithë syt ishin fiksuar te skena që po zhvillohej në seksionin VIP. Bora ndjeu faqet t'i digjeshin nga poshtërimi, por diçka më e thellë po zgjohej brenda saj. Më shiko kur po të flas, vazhdoi Viktori duke e ngritur edhe më shumë zërin. Njerëz si ti janë arsyeja pse ky vend nuk mund të konkurrojë globalisht. Pa edukim, pa ambicie, pa asnjë lloj ndjenje përgjegjësie. Për disa sekonda, Bora mbeti e palvizur. Fjalët e Viktorit rahën në mendjen e saj, duke u përzier me të gjitha poshtërimet që kishte pësuar që nga rënja e karrierës së saj. Pa drejtësia e të quajturit pa kualifikim nga një burr që nuk e kishte iden për historinë e saj të vërtet profesionale, e bëri të dridhej nga indinjata. Por ishte përmendja e mungesës së edukimit dhe përgjegjësisë që e theu durimin e saj. Ajo, që kishte kaluar vite duke mbrojtur të dhëna konfidenciale, që kishte humbur gjithçka duke marrë fajin për një krim që nuk e kishte kryer, që punonte 16 orë në ditë për të mbajtur djalin me dinjitet. Bora ngriti ngadalë kokën, duke e parë drejt e në sy Viktorin. Zëri i saj, kur më në fund doli, ishte i qartë dhe i vendosur. Bërtit edhe një herë mbi mua, dhe kjo mbaron këtu. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Viktori u duk për një moment i hutuar, sikur nuk besonte se një thjesht kamariere kishte guxuar t'i përgjigjej. Si the, pyeti ai, i pabesueshëm. Bora nuk e uli shikimin. Përkundrazi, bëri një gjest të hollë por të qëllimshëm, duke treguar qetësisht te këndi i sipërmi seksionit VIP, ku një kamerë e vogël sigurie pulsonte në mënyrë diskrete. Ju po regjistroheni, tha ajo me një qetësi që kontrastonte brutalisht me shpërthimin e Viktorit. Dhe imagjinoj se aksionarët tuaj, punonjësit dhe partnerët e biznesit do të ishin shumë të interesuar të shihnin se si CEO-ja sillet me njerëzit që i konsideron inferior. Viktori ndoqi shikimin e saj deri te kamera dhe shpreha e tij ndryshoi menjëherë.
E kuqja e zemërimit ja la vendin zbetësisë së vetdijes. Ai e kuptoi menjëherë implikimin. Një video e një CEO-je duke poshtëruar një punonjëse mund të shkatëronte jo vetëm reputacionin e tij personal, por të komprometonte shkrirjen miliardere që po përpiqej të mbroante. Këshilltarët gjithashtu e kuptuan gravitetin e momentit. Gruaja bjonde e mbylli shpejt laptopin, burri më i ri i mblodhi dokumentet dhe këshilltari më i moshuar i përshpëriti urgjentisht në vesh Viktorit. Zotëri, duhet të largohemi, murmuroi ai. Tani. Viktori e pa edhe një herë Borën, e cila vazhdonte të qëndronte në këmbë, e qetë, me shishen e verës në duar. Kishte diçka në sytë e saj që ai nuk mund ta deshifronte, një inteligjencë, një forcë që nuk përputhej me imazhin e brishtësisë që ai ishte përpjekur të krijonte. Kjo darkë mbaroi, njoftoi Viktori, duke u mbledhur pjesërisht. E Ani, kemi çështje më të rëndësishme për të zgjidhur. Grupi u ngrit shpejt duke i lënë pjatat e paprekura dhe një shumë bujare parash mbi tavolinë, me siguri më shumë për të garantuar diskrecionin se sa për mirësjellje. Kur më në fund dolën, restoranti mbeti në heshtje për disa sekonda para se bisedat gradualisht të riktheheshin. Besniku ju afrua Borës, dukshëm i shqetësuar. Je mirë? Ajo që ndodhi këtu ishte e papranueshme. Bora pohoi, por duart i dridheshin lehtë. Jam mirë. Thjesht nuk mund ta lija të vazhdonte. Teuta i preku supin. Bëre gjën e dur. Askush nuk meriton të trajtohet në atë mënyrë. Por ndërsa pastronte tavolinën dhe mblidhte pjatat e paprekura, Bora nuk mund të hiqte ndjesinë se sapo kishte hedhur hapin e parë drejt diçkaje shumë më të madhe se sa një thjesht përballje në një restoran. Mënyra se si Viktori kishte reaguar ndaj përmendjes së kamerës, dëshpërimi i fshehur keq në sytë e tij, të gjitha këto sugjeronin se kishte shumë më tepër në lojë se sa një thjesht shpërthim nervash. Ajo që nuk mund ta imagjinonte ishte se, në atë moment saktësisht, dikush po nxirrte skedarin e videos nga kamera e sigurisë, duke u përgatitur ta përdorte në një mënyrë që do të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Kur Bora më në fund mbërriti në shtëpi atë natë, Dritani flinte thellë, i përqafuar me ariun e tij. Ajo ul në cep të krevatit, duke vëzhguar djalin që merrte frymë i qetë, dhe kuptoi se kishte rifituar diçka që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë, dinjitetin e saj. E nesërmja do të ishte një ditë tjetër, dhe ajo do të përballej me çdo pasojë të veprimeve të saj me kokën lart. Fundja, disa betejë ja vlen të luftohen, pavarësisht çmimit. Bora u zgjua të shtunën me Dritanin që kërcente mbi krevatin e saj, i emocionuar me perspektivën që do ta kalonin ditën bashkë. Ishte dita e saj e pushimit javor, dhe ajo i kishte premtuar se do ta çonte te parku që ai e donte aq shumë. Por para se të dilte nga krevati, celulari i saj filloi të binte me ngulm. Bora, duhet ta shohësh këtë, zëri i Arbenit ishte i ndryshuar, gati i pabesueshëm. Të shoh çfarë? Arben, është ora 8 e mëngjesit. Hap shfletuesin e celularit tënd dhe kërko sa e u poshtëron kamarieren. Shpejt. Me një përzierje kurioziteti dhe frike, Bora shkroi fjalët që Arbeni i kishte sugjeruar. Ajo që u shfaq në ekran e la në gjendje shoku. Rezultati i parë ishte një video me më shumë se 2 milion shikime, postuar vetëm 12 orë më parë. Titulli thoshte, Sao milioner poshtëron kamarieren dhe merr përgjigje epike. Fotografia e videos tregonte Viktorin duke drejtuar gishtin drejt saj, me një diçitur mbi të që thoshte pushteti kundër dinjitetit. Arben, si rodhi kjo, murmuroi Bora, duke kaluar gishtin në ekran për të lexuar komentet. Nuk e di, por është kudo. Twitter, Instagram, TikTok, madje edhe në portalet e lajmeve. Videoja është montuar në mënyrë profesionale, ka muzikë në sfond, titra. Nuk ishte rrjedhje aksidentale. Bora e pa videon me zemrën që i rrite fort. Ishte prerë me saktësi kirurgjikale, duke treguar vetëm momentet më goditëse, Viktorin duke bërtitur, fjalët e tij më ofenduese të theksuara me titra të kuq dhe përgjigjen e saj të vendosur, me kamerën që fokusoi në fytyrën e saj të qetë dhe në gjestin që tregonte kamerën e sigurisë. Komentet ishin një përzierje indinjate dhe mbështetjeje. Kjo grua është heroina ime, më në fund dikush i vuri këta të pasur në vend, Sao arrogant duke u poshtëruar nga një punëtore guximtare, shkarkojeni këtë burr me njëherë. Dritan, do të na duhet të shtyjm parkun, tha ajo, duke marrë djalin në krah. Mami duhet të zgjidh një gjë të rëndësishme. A është gjithçka mirë, mami? Pyeti Dritani, duke vënë re shqetësimin e saj. Do të bëhet mirë, shpirti im.
thjesht disa komplikime në punë. Por edhe ndërsa përpiqej të qetësonte djalin, Bora e dinte se ajo ishte shumë më tepër se një komplikim. Ajo video e kishte shndërruar një situatë private në një fenomen publik dhe ajo nuk e kishte idenë se cilat do të ishin pasojat. Në anën tjetër të qytetit, në apartamentin luksos të Viktorit në katin e fundit të një ndërtese tregtare në qendër, mëngjesi I së shtunës po ishte shumë ndryshe. Viktori ishte zgjuar në orën 6, si gjithmonë, dhe po pinte kafen ndërsa rishikonte raportet kur asistenti I tij personal e telefonoi. Zoti Aliu, kemi një problem të rënd, tha Luani, zëri I tij I tensionuar. Duhet të shihni rrjetet sociale menjëherë. Viktori kur nuk u kushtonte shumë vëmendje rrjeteve sociale, duke I konsideruar ato humbje kohe. Por kur hapi laptopin dhe pa videon, e kuptoi menjëherë për masën e katastrofës. Reagimi I tij I parë ishte shoku, pastaj zemërimi dhe më në fund një analizë e llogaritur e dëmeve. Videoja ishte parë nga miliona njerëz, po shpërndahej në mënyrë eksponenciale dhe kompania e tij tashmë po përmendej negativisht në 10 portale lajmesh. Telefoni ra. Ishte Agim Karimi, drejtori I komunikimit të kompanisë. Viktor, na duhet një strategji reagimi të menjëhershëm. Aksionet e kompanisë tashmë po bien në tregun aziatik dhe kemi gazetarë që na telefonojnë që nga ora 5 e mëngjesit. Mblidh ekipin e krizës. Do të jem në zyrë për një orë, u përgjigj Viktori duke llogaritur mendërisht hapat e ardhshëm. Ka edhe diçka tjetër, hezitoi Agimi. Olta Murati tashmë ka dhënë një deklaratë për shtyp. Ajo tha se ky incident tregon saktësisht pse kompania ka nevojë për një udhëheqje më empatike dhe moderne. Viktori shtrëngoi grushtet. Olta Murati, këshilltarja që po organizonte lëvizjen për ta zëvendësuar, kishte qenë e shpejtë për të përfituar nga kriza. Ajo grua është si një hije, murmuroi ai. 2 orë më vonë, Viktori ishte ulur në sallën e tij të mbledhjeve me të gjithë ekipin e krizës. Agimi kishte përgatitur një prezantim të plot mbi shtrirjen e videos, e cila vazhdonte të rritej. Videoja u postua simultanisht në 15 platforma të ndryshme, shpjegoi Agimi duke treguar grafikët. Kjo nuk ishte aksidentale. Ishte një operacion I koordinuar. Kush pati qasje në regjistrimet e sigurisë së restorantit, pyeti Viktori. Luani konsultoi shënimet e tij. Teorikisht, vetëm menaxhmenti I elegancës dhe kompania e sigurisë e kontraktuar prej tyre. Por, videoja u nxor me cilësi profesionale dhe u montua nga dikush me njohuri teknike të avancuara. Nuk u bën nga amator. Viktori u mbështet në karrige duke procesuar informacionet. Ju mendoni se ishte kamarierja? Është e mundur, tha Agimi. Ajo ishte I vetmi person I pranishëm që kishte motive personale për të dashur të dëmtonte reputacionin tuaj. Hetojeni. Dua të di gjithçka për atë grua. Emrin e plot, historikun profesional, lidhjet, gjithçka. Tashmë po e bëjmë këtë, konfirmoi Luani. Duhet ta kemi raportin deri të hënën. Ndërkohë, në apartamentin e Borës, telefoni nuk ndalonte së rëni. Gazetar, bloger, madje edhe programe televizive donin ta intervistonin. Lulieta kishte ardhur për të ndihmuar me dritanin, duke e lejuar Borën të përpiqej të procesonte situatën. Do të japësh intervistë, pyeti Arbeni, I cili kishte shkuar ta vizitonte. Nuk e di. Nuk e prisja këtë. Vetëm doja të punoja në paqe, të kujdesesha për djalin tim, të rindërtoja jetën time. Bora, ti u bëre një simbol. Miliona njerëz identifikohen me situatën tënde. Kjo mund të jetë një mundësi. Ose mund të jetë fundi I punës sime, u përgjigj ajo. Besniku me siguri do të më pushoj që të mos humbas klientin. Sikur universi po e dëgjonte, telefoni ra. Ishte Besniku. Bora, duhet të flasim urgjentisht. Mund të vish në restorant në orën 4 të pasdites? Toni I tij ishte I pamundur për t'u deshifruar dhe Bora ndjell një të ftohtë në stomak. Sigurisht, Besnik. Mund të pyes se për çfarë? Është më mirë të flasim personalisht. Kur ajo e mbylli, Arbeni e vështroi I shqetësuar. Do që të vi me ty? Jo, duhet të përballem me këtë vetëm. Por Arben kush mendon se e ka nxjerrë këtë video? Arbeni hezitoi. Sinqerisht, nuk e di. Por kushdo që ka qenë, ka bërë një punë shumë profesionale.
dhe ka pasur qasje jo vetëm të regjistrimet, por gjithashtu ka ditur saktësisht se si t'i montoj ato për të shkaktuar ndikim maksimal. Si do të thot kjo? Videoja nuk tregon vetëm atë që ndodhi. Ajo tregon një histori. Muzika, titrat, prerjet, gjithçka u llogarit për të gjeneruar indinjat maksimale kundër Viktorit dhe simpati maksimale për ty. Bora mbeti e menduar. Arbeni kishte të drejtë. Videoja nuk ishte thjesht një rrjedhje regjistrimi sigurie, ishte një pjesë propagande e sofistikuar. Në orën 4 të pasdites, Bora ishte ulur në zyrën e besnikut të eleganca. Për surprizën e saj, ai nuk duke i zemëruar. Në fakt, duke i impresionuar. Bora, në 24 orët e fundit, restoranti ynë ka marrë më shumë telefonata për rezervime se sa gjatë gjithë muajit të kaluar, filloi besniku. Siç duket, njerëzit duan të darkojnë në vendin ku punon heroina e dinjitetit. Besnik, unë nuk doja që kjo të ndodhte. Vetëm u përgjigja kur u sulmova. Dhe bëre gjën e duhur, konfirmoi ai. Por tani kemi një problem. Viktor Aliu është një nga klientët tanë më të mirë dhe kompania e tij përfaqëson një pjesë të rëndësishme të klientelës son korporative. Bora ndjeu zemrën t'i fundosej. Do të më pushosh nga puna. Përkundrazi. Do të promovoj. Përgjigja e la të mpirë. Si do të thot kjo? Ti u bëre një personazh i njohur, Bora. Dhe personazhet e njohur tërheqin klient. Po të vendos si mbikëqyrësen ton të re të shërbimit ndaj klientit. Rritje rruge, orare më fleksibël dhe ti do të jesh përgjegjëse për të trajnuar ekipin ton se si të merret me situata të vështira. Bora qëndroi disa sekonda pa reagim. Por po Viktori? Po klientët e tjerë korporat? Lëre këtë në dorën time. Në botën e biznesit, opinioni publik është i fuqishëm. Në këtë moment, ti përfaqëson diçka me të cilën shumë biznesmen duan të shoqërohen, integritetin. Duke dal nga eleganca një orë më vonë, Bora ende po procesonte kthesën. Jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht në më pak se 24 orë dhe ajo nuk i kuptonte ende të gjitha implikimet. Kthyer në zyrën e tij, Viktori po analizonte raportin paraprak mbi Borën që ekipi i tij kishte arritur të hartonte. Ajo që lexoi e la të intriguar. Bora Sula, 32 vjeç, diplomuar në shkenca kompjuterike me specializim në sigurinë digjitale, lexoi me zë të lartë. Punoi për 8 vjet te Siguriatek si eksperte e lartë. Shkarkuar në vitin 2022 pas rrjedhjes së të dhënave konfidenciale, Viktori ndaloi së lexuari dhe pa luanin. Ajo është eksperte e sigurisë digjitale? Ishte. Siç duket humbi punën pasi u bë përgjegjëse për një rrjedhje të madhe të dhënash në kompaninë e mëparshme. Dhe tani punon si kamariere, murmuroi Viktori, një ide po fillonte të formohej në mendjen e tij. Luan, kjo grua di si të hyjë në sistemet e sigurisë, si të nxjerrë video, si të hakmerret. Mendon se ajo e organizoi të gjithën? Viktori u ngrit duke ecur drejt dritares që shite gjithë Tiranën. Mendoj se e nënvlerësuam kamarieren tonë. Dikush me njohuri teknike të avancuara, me motive personale për të më dëmtuar dhe që ishte e pranishme gjatë gjithë incidentit. Dëshiron të hetojmë më thellë? Dua të hetoni gjithçka. Historikun e qasjes në internet, lidhjet profesionale, gjithçka. Nëse kjo grua ishte përgjegjëse për këtë, do ta provoj. Por ndërsa Viktori planifikonte hetimin e tij, ai nuk mund ta imagjinonte se po ndiqte saktësisht gjurmën që dikush kishte lënë qëllimisht që ai ta ndiqte. E vërteta pas rrjedhjes ishte shumë më komplekse dhe Bora Sula, larg të qenit fajtore, ishte gati të bëhej çelësi për të zbuluar një konspiracion që kërcënonte jo vetëm karrierën e Viktorit, por gjithë strukturën e pushtetit të kompanisë së tij. Atë natë, ndërsa Bora vinte dritanin në gjumë, djali bëri një pyetje që e bëri të reflektonte thellë. Mami, pse ka aq shumë njerëz që flasin për ty në televizor? Ndonjëherë, shpirti im, kur bëjmë gjën e duhur, njerëzit e tjerë vënë re. Por jo gjithmonë është e lehtë të kesh kaq shumë vëmendje. Ti bëre gjën e duhur? Bora puthi ballin e djalit. Po, shpirti im. Mami bëri gjën e duhur. Dhe në atë moment, pavarësisht kaosit që po vinte, ajo e diti se nuk pendoi që kishte mbrojtur dinjitetin e saj. Ajo që nuk dinte ishte se mbrojtja e saj kishte shkaktuar një sër ngjarjesh që do të zbulonin sekrete shumë më të thella se sa kushdo mund ta imagjinonte.
Të hënën në mëngjes, Bora ishte në zyrën e saj të re të Eleganca, një dhomë e vogël por elegante që besniku kishte siguruar për funksionet e saj të reja administrative, kur mori një telefonat të papritur. Duhet të flas me ty personalisht, zëri i Viktor Aliut ishte i thatë, i kontrolluar, por kishte një tension nën të që ajo e njohu menjëherë. Zoti Aliu, nëse është për atë që ndodhi të premten. Është saktësisht për atë. Mund të më takosh te kafe qendra në orën 2 të pasdites? Është vend publik, neutral. Bora hezitoi. Mund të pyes për arsyen? Do ta zbulosh kur të mbërrim atje. Kafe Qendra ishte një vend tradicional në qendër të Tiranës, i njohur për neutralitetin e tij dhe i frekuentuar nga gazetar, avokat dhe biznesmen që kishin nevojë për një vend diskret për mbledhje delikate. Bora mbërriti disa minuta para orarit të caktuar dhe zgjodhi një tavolinë në fund, larg dritareve. Viktori u shfaq pikërisht në orën 2, veshur me një kostum blu të errët dhe syze dielli që i hoqi vetëm kur u ul. Fytyra e tij ishte e tensionuar, por e kontrolluar, shumë ndryshe nga burri që kishte shpërthyer në restorant 3 ditë më parë. Faleminderit që erdhe, tha ai, duke kërkuar një kafe ekspres nga kamarieri që u afrua menjëherë. Imagjinoj se nuk erdhe për të kërkuar falje, u përgjigj Bora, duke mbajtur tonin e saj neutral. Viktori e studioi për disa sekonda. Zbulova disa gjëra për ty, Bora. Apo duhet të them Bora Sula, ish eksperte e sigurisë digjitale të Siguriatek. Bora ndjeu një të ftohtë në stomak, por nuk tregoi surprizë. Dhe pastaj? Dhe pastaj është një koincidencë interesante. Një profesionale e sigurisë digjitale që humb punën për rrjedhje të dhënash, që tani punon si kamariere dhe pa pritur një video e bisedës son rrjedh në mënyrë profesionale në gjithë internetin. Zotëri, po më akuzoni për diçka? Po përpiqem të kuptoj se si dikush me njohuritë tuaja teknike dhe motive personale për të më dëmtuar ndodhet në qendër të kësaj situate. Bora mori frym thellë. Zoti Aliu, do të jem shumë e qartë me ju. Unë nuk e nxora atë video. As nuk e dija që kishte kamera në atë tavolinë derisa drejtova gishtin drejt saj, dhe madje edhe atëherë ishte një reagim instinktiv. Instinktiv? Ju po më poshtëronit publikisht. Instinkti im ishte të kujtoja se jetojmë në një botë ku gjithçka regjistrohet. Nuk e planifikova ta përdorja këtë kundër jush. Viktori u mbështet në karrige. Por ti ke njohuri teknike për të bërë saktësisht atë. I kam. Gjithashtu kam njohuri për të zbuluar se kush e bëri vërtet këtë, nëse jeni interesuar për të vërtetën në vend që thjesht të gjeni një kokë turku. Përgjigja e kapi Viktorin në befasi. Si do të thot kjo? Bora nxori laptopin e saj nga çanta dhe e hapi mbi tavolinë. Kalova fundjavën duke analizuar videon që u bë virale. Kushto që e ka bërë këtë, ka lënë gjurmë digjitale. Çfarë lloj gjurmësh? Së pari, videoja u nxor direkt nga serveri i kompanisë së sigurisë, jo nga kamerat e restorantit. Kjo kërkon qasje administrative që unë nuk e kam. Si e di këtë? Metat dhënat. Çdo skedar digital mban informacione mbi origjinën e tij. Kjo video është eksportuar duke përdorur kredencialet korporative të Siguria Vision, kompania që bën monitorimin e elegancës. Viktori u përkul përpara, i interesuar pavarësisht vetvetes. Vazhdo. Së dyti, ngarkimi fillestar u bë duke përdorur një VPN korporative. Jo nga një rrjet shtëpiak, siç do të ishte rasti nëse do ta kisha bërë unë nga shtëpia. Bora rrotulloi laptopin për t'i treguar një sër kodesh dhe numrash që kishte shënuar. Së treti dhe më e rëndësishmja, videoja u montua duke përdorur një software profesional që kushton mijëra euro. Unë punoj si kamariere, zoti Aliu. Mendoni se do të kisha qasje në këtë lloj mjeti? Viktori ekzaminoi informacionet duke procesuar shpejt implikimet. Nëse nuk e bëre ti, kush e bëri? Dikush me qasje korporative si të sistemi i sigurisë, ashtu edhe të software-i profesional i montimit. Dikush që donte që ju të dyshonit të unë. Pse kushto që e bëri këtë do të donte që unë të dyshoja të ti? Bora e mbylli laptopin. Pyetje e mirë. Ndoshta sepse donin që ju të shpenzonit kohë dhe energji duke hetuar një person të pafajshëm në vend që të kërkonit përgjegjësinë e vërtetë. Viktori qëndroi në heshtje për disa minuta duke përpirë informacionet.
Hetimi i tij privat mbi Borën ishte përqendruar në provimin se ajo ishte fajtore, jo në analizimin objektiv të provave. Ti the se mund të zbulosh kush e bëri vërtet këtë, tha ai më në fund. Mund të provoj. Por do të më duhet ndihmë. Çfarë lloj ndihme? Qasje në regjistrat e kompanisë suaj. Nëse dikush kërkoi videon nga Siguria Vision, duhet të ketë regjistrime të brendshme për këtë. Viktori hezitoi. Dhënia e qasjes në sistemet e brendshme të kompanisë për një të huaj ishte një rrezik i madh. Por provat që Bora kishte prezantuar ishin bindëse dhe ai po fillonte të dyshonte se ishte manipuluar që nga fillimi. Ka edhe diçka tjetër, vazhdoi Bora. Kushto që e organizoi këtë e sinkronizoi gjithçka në mënyrë të përsosur. Videoja u postua disa orë pas përballjes son, por u montua dhe u përgatit paraprakisht. Kjo do të thotë se personi e dinte që diçka do të ndodhte në atë darë. Si është e mundur? Dikush e organizoi situatën që ju të humbisnit durimin. Dikush që i njeh pikat tuaja të dobta, reagimet tuaja nën presion. Viktori ndjeu një të dridhur. Dikush i afërt me mua. Dikush që do të përfitonte nga rënja juaj, konfirmoi Bora. Në atë moment, celulari i Viktorit ra. Ishte Luani me një informacion urgjent. Viktor, gjetëm diçka interesante. Departamenti i TIS zbuloi se dikush nga kompania kërkoi qasje në të dhënat e Siguria Vision të enjten, një ditë para darkës suaj. Kush? Kërkesa u bë duke përdorur kredencialet e Olta Muratit. Viktori e pa Borën, e cila kishte ndjekur bisedën përmes shprehjes së tij. Olta, murmuroi ai. Këshilltarja që po përpiqet t'ju zëvendësoj, pyeti Bora. Si e di ti për këtë? Dëgjova fragmente të bisedës në tavolinë. Ajo po siguronte mbështetjen e bordit. Viktori e mbylli telefonatën dhe u mbështet në karrige duke procesuar implikimet. Olta nuk po përpiqej vetëm ta rrëzonte politikisht, ajo po sabotonte aktivisht reputacionin e tij. Ju duhen më shumë prova, tha Bora. Një kërkesë për qasje mund të ketë shpjegime legjitime. Ti vërtet je e gatshme të më ndihmosh? Pas asaj që të bëra? Bora e pa drejt e në sy. Zoti Aliu, unë kalova 3 vjet duke u fajsuar për diçka që nuk e bëra. E di si është të shkatërohet reputacioni nga një gënjeshtër. Nuk ja dëshiroj këtë askujt, madje as dikujt që më poshtëroi publikisht. Dhe çfarë fiton ti nga kjo? Shansin për të provuar që jam ende e mirë në atë që bëj. Dhe ndoshta të zbuloj nëse ka një lidhje mes asaj që më ndodhi mua dhe asaj që po ju ndodh juve. Viktori e pa me një kuptim të ri. Ti mendon se Olta mund të ketë qenë përgjegjëse për rrjedhjen time origjinale? Nuk e di. Por ngjashmëritë janë interesante. Të dhënat të rrjedhura, profesionist i teknologjisë i fajsuar, prova që duken të pakundërshtueshme, por që në fakt janë ndërtuar me kujdes. Nëse ke të drejtë, Olta nuk është thjesht një rivale politike. Ajo është një eksperte për të shkatëruar karriera, plotsoi Bora. Atë pasdite, Viktori u kthye në zyrën e tij me një perspektivë krejtësisht të re mbi situatën. Në vend të një kamariereje hakmarrëse, kishte gjetur një aleate të papritur me saktësisht aftësitë e nevojshme për të demaskuar një konspiracion. Luani po priste me raporte shtesë. Moruam më shumë informacione mbi kërkesën e Oltës. Ajo kërkoi qasje në të dhënat e sigurisë të 15 vendeve në kryeqytet, përfshirë Elegancën. 15 vende? Pse do t'i duhej kjo? Sipas emailit që ajo dërgoi në departament, ishte për një studim të sigurisë korporative që ajo po përgatiste për t'ia prezantuar bordit. Viktori rudhi ballin. Çfarë studimi? Kur nuk kam dëgjuar për këtë. As unë. Dhe kontrolluam me anëtarët e tjerë të bordit. Askush nuk kërkoi këtë lloj analize. Pra ajo gënjeu për të marrë qasje në sisteme. Siç duket. Viktori qëndroi disa minuta duke menduar. Nëse Olta kishte gënjur për të marrë qasje në të dhënat e sigurisë, motivi i saj nuk ishte legjitim. Dhe nëse ajo kishte hyrë specifikisht te Eleganca, e dinte që ai do të darkonte atje. Luan, kush e sugjeroi Elegancën për darkën e së premtes? Luani konsultoi shënimet e tij. Ishte sugjerimi i Oltës. Ajo tha se do të ishte më diskrete se sa vendi origjinal që kishit zgjedhur ju. Pjesët po bashkoheshin në mendjen e Viktorit.
Olta kishte sugjeruar vendin, kishte marrë qasje në sistemet e sigurisë dhe ishte pozicionuar për të përfituar nga kriza që do të pasonte. Nuk kishte qenë një mundësi që ajo kishte shfrytëzuar, kishte qenë një kurth që ajo kishte përgatitur. Atë natë, Viktori telefonoi Borën. E pranoi propozimin tënd për partneritet, tha ai pa hyrje. Kur mund të fillosh? Tashmë kam filluar, u përgjigj ajo. Dhe zoti Aliu? Kur të zbulojmë gjithë të vërtetën, ndoshta do ta kuptoni se ne të dy ishim viktima të njëjtit person. Duke mbyllur telefonin, Viktori pati ndjesinë e çuditshme se jeta e tij ishte gati të ndryshonte përsëri, por këtë herë për mirë. E kishte nënvlerësuar plotësisht kamarieren që kishte poshtëruar dhe tani kuptonte se ajo mund të ishte çelësi për të shpëtuar jo vetëm reputacionin e tij, por gjithë karrierën e tij. Në anën tjetër të qytetit, Bora po i shpjegonte situatën Arbenit, i cili po e dëgjonte me një mosbesim në rritje. Pra tani do të punosh për burrin që të poshtëroi publikisht? Do të punoj me të për të zbuluar kush na manipuloi. Dhe Arben mendoj se gjetëm lidhjen tonë me rastin tim të vjetër. Si do të thotë kjo? Nëse Olta Murati është e specializuar në shkatërimin e karrierave përmes rrjedhjeve të manipuluara, është e mundur që ajo ta ketë bërë këtë më parë. Ndoshta 3 vjet më parë, me një ekspert e sigurie që po bllokonte diçka që ajo donte. Arbeni e pa me admirim të përtërirë. Bora, ti mund të jesh gati të zgjidhësh jo vetëm problemin e tij, por tëndin personal. Mundem. Por së pari, duhet të provojmë që Olta është vërtet fajtore. Dhe për këtë, do të më duhet gjithë përvoja ime e vjetër. Atë natë vonë, Bora punoi deri vonë në laptopin e saj, duke analizuar të dhëna, duke kryqëzuar informacione, duke ndjekur gjurmë digjitale. Ishte hera e parë në 3 vjet që ndihej vërtet e gjallë profesionalisht. Nesër do të fillonte zyrtarisht hetimi i saj dhe këtë herë, ajo ishte e vendosur të zbulonte gjithë të vërtetën. Të mërkurën në mëngjes, Bora ishte instaluar në një sallë mbledhjesh në katin e 32 të ndërtesës së kompanisë së Viktorit, e rrethuar nga monitor, kablorrieti dhe pajisje të analizës digjitale që nuk i kishte parë prej 3 vitesh. Ishte sikur të kthehej në shtëpi pas një mërgimi të gjatë. Viktori kishte siguruar qasje të plot në sistemet e brendshme të kompanisë, diçka që punonjësit e tij të TIS e konsideronin të rrezikshme. Por rezultatet paraprake të hetimit të Borës tashmë e kishin justifikuar vendimin. Gjeta diçka interesante, njoftoi ajo, duke thirrur Viktorin dhe Luanin për të parë ekranin e saj. Olta jo vetëm që kërkoi qasje në të dhënat e Siguria Vision. Ajo kontraktoi një kompani të marketingut digital të specializuar në përmbajtje virale. Kur? Pyeti Viktori. 2 javë para darkës son. Media Virale mori një pagesë prej 50.000 eurosh nga llogaria korporative e Oltës për strategji të komunikimit të krizës. Luani rudhi ballin. Por ne nuk kishim asnjë krizë para 2 javësh. Sakt, tha Bora. Ajo po përgatitej të krijonte një. Viktori vëzhgoi dokumentet në ekran. Mund të provosh se kjo kompani ishte përgjegjëse për videon? Mund të bëj më mirë se aq. Bora hapi një dritare tjetër në kompjuter. Mora qasje në metat dhënat e plota të videos. Ngarkimi origjinal u bë nga një IP i regjistruar për Media Virale, duke përdorur një kompjuter me licenca korporative të softuerëve të montimit të identifikuar në analizë. Kjo është provë e mjaftueshme, murmuroi Viktori. Ende nuk kam mbaruar. Bora vazhdoi të lundronte nëpër të dhëna. Kompania e marketingut u kontraktua edhe në raste të tjera. 3 herë në 2 vitet e fundit, gjithmonë nga Olta, gjithmonë për menaxhim krizash që koinciduan me skandale që përfshinin njerëz që kundërshtonin planet e saj. Viktori u ul rënd në karrige. Ajo e ka bërë këtë në mënyrë sistematike. Zoti Aliu, mund t'ju bëj një pyetje personale? Sigurisht. A ishte Olta në kompani kur unë u pushova nga Siguriatek 3 vjet më parë? Viktori hezitoi duke bërë llogari mendore. Ajo u punësua si konsulente e jashtme në vitin 2021 dhe u bë këshilltare në vitin 2022. Pse? Bora e ruajti punën e saj dhe u kthye për ta parë. Sepse më duhet të hetoj një teori. Por për këtë do të më duhet të hyj në regjistrat e Siguriatej. Arbeni mund të na ndihmojë me këtë, sugjeroi Luani. Tashmë kam folur me të. Arbeni do të na takoj këtu pas dite me disa skedar që ai le të themi, i ka ruajtur nga koha e rastit tim.
3 orë më vonë, Arbeni mbërriti në zyrë duke mbajtur një ysëbë dhe një shprehje serioze. Bora, nuk do ta besosh atë që gjeta. Ai lidhi USB-n me kompjuterin dhe hapi një sër dokumentesh. Pas bisedës son dje, vendosa të hetoja më thellë rastin tënë. Zbulova se kompania që auditoi sistemet tona pas rrjedhjes u kontraktua nga një konsulente e jashtme. Cila konsulente, pyeti Viktori, ndonse tashmë e dyshonte përgjigjen. Olta Murati. Ajo po punonte për një fond investimesh që donte të blinte Siguriatek, por kontratat tona të sigurisë po bllokonin blerjen. Me borën jashtë kompanisë dhe reputacionin ton të lëkundur, shitja u bë e pashmangshme. Bora ndjeu një përzierje zemërimi dhe lehtësimi. Zemërim për konfirmimin se ishte manipuluar, lehtësim sepse më në fund po kuptonte të vërtetën. Ajo shkatërroi karrierën time për të lehtësuar një blerje biznesi, murmuroi ajo. Dhe tani po përpiqet të bëjë të njëjtën gjë me mua, shtoi Viktori. Të shkatërroi reputacionin tim për të marrë kontrollin e kompanisë. Arbeni vazhdoi të lundronte nëpër skedar. Ka më shumë. Gjeta emaile që ishin fshirë aksidentalisht nga serveret, por që unë I kisha ruajtur në kopje rezervë personale. Biseda mes Oltës dhe fondit të investimeve duke planifikuar saktësisht se si të komprometonin sigurinë e të dhënave për të detyruar shitjen. Bora u ngrit duke ecur drejt dritares që ofronte një pamje panoramike të Tiranës. 3 vjet të jetës së saj ishin shkatëruar nga një grua që ajo as nuk e njihte, si pjesë e një strategjie të ftohtë dhe të llogaritur biznesi. Bora, Viktori ju afrua asaj. E di që kjo duhet të jetë e vështirë për t'u procesuar. Në fakt, është çliruese, u përgjigj ajo, duke befasuar veten. Kalova 3 vjet duke menduar se kisha dështuar profesionalisht, se neglizhenca ime u kishte kushtuar punë dhe para mira njerëzve. Të dish se isha viktimë e një konspiracioni të mirë planifikuar është e çuditshme, por çliruese. Viktori e kuptoi ndjenjën. Dhe tani e dim se ajo po përpiqet të përsërisë strategjinë. Por këtë herë, ne jemi një hap përpara, tha Bora, duke u kthyer te kompjuteri. Arben, I ke ende kontaktet e hetimit origjinal? Disa. Pse? Sepse do ta demaskojmë Olta Muratin publikisht në të njëjtën mënyrë siç na sulmoi ajo ne. Me prova të pakundërshtueshme, të prezantuara në atë mënyrë që publiku dhe bordi I kompanisë të mos mund t'i injorojnë. Viktori e vëzhgoi me një admirim në rritje. Ti dëshiron të organizosh një kundërofensiv? Dua drejtësi. Për mua, për ju dhe për çdo person tjetër që ajo mund të ketë dëmtuar për gjatë viteve. Gjatë 2 orëve të ardhshme, treshja punoi intensivisht duke mbledhur prova, duke organizuar kronologjitë dhe duke përgatitur një dosje të plotë mbi aktivitetet e Oltës. Bora ishte në elementin e saj duke analizuar të dhënat me saktësinë dhe intuitën që e kishin bërë një nga ekspertet më të mira të sigurisë në vend. Gjeta diçka vendimtare, njoftoi ajo, duke treguar një sër transferash bankare. Olta jo vetëm që kontraktoi kompaninë e marketingut. Ajo ka pjesë pronësie të media virale. Ajo fitoi literalisht para nga fushata e shkatërimit të reputacionit tuaj. Viktori ekzaminoi dokumentet. Kjo përbën një konflikt interesi të rëndë. Nëse bordi merr vesh se ajo ka përfituar nga rënia ime, ata do ta shkarkojnë menjëherë, plotësoi Luani. Por duhet ta prezantojmë këtë në mënyrën e duhur, tha Bora. Olta është inteligjente. Nëse e ndjen se po hetohet, mund të shkatërrojë prova ose të krijojë kundër narrativa. Ke ndonjë strategji në mendje? Pyeti Viktori. Bora buzëqeshi për herë të parë pas disa ditësh. Kam. Por do të na duhet mbledhja e bordit të së premtes për ta zbatuar. Mbledhja ku ajo planifikonte të zyrtarizonte kërkesën për të më shkarkuar? Saktësisht. Do ta lëm që ajo të prezantohet e para, të ekspozohet plotësisht dhe pastaj do të zbulojmë provat tona. Arbeni u duki shqetësuar. Kjo është e rrezikshme. Po sikur ajo të dyshoj për diçka. Prandaj duhet të veprojmë normalisht deri atëherë, shpjegoi Bora. Viktori vazhdon të duket I goditur nga kriza, unë vazhdoj të punoj në mënyrë diskrete në restorant dhe ti kthehesh në aktivitetet e tua normale. Asgjë nuk mund të duket e dyshim. Viktori pohoi. Dhe të premten? Të premten, Olta Murati do të zbuloj se I kanë mblerësuar plotësisht njerëzit që u përpoq të shkatëronte. Kur Arbeni dhe Bora po bëheshin gati për të dalë, Viktori I thiri.
Dua që ta dini se pavarësisht rezultatit, ju tashmë më keni dhënë diçka që unë e kisha humbur. Çfarë? Pyeti Bora. Aftësinë për të besuar. Kalova aq shumë kohë duke dyshuar të gjithë rreth meje, saqë harrova se si është të punosh me njerëz që janë vërtet të përkushtuar ndaj të vërtetës. Bora zgjati dorën për ta përshëndetur. Zoti Aliu, kur të përfundojë e gjithë kjo, do të dëshirona të bëja një propozim. Çfarë lloj propozimi? Kompania juaj ka nevojë për një drejtor të sigurisë digjitale. Dikush që kupton jo vetëm teknologjinë, por se si njerëzit me qëllime të këqija mund ta përdorin teknologjinë për të manipuluar dhe shkatëruar. Viktori Buzqeshi. Kjo është një bisedë që patjetër do ta bëjmë. Atë natë, Bora mbërriti në shtëpi duke gjetur dritanin duke bërë vizatime në tavolinën e kuzhinës. Lulieta kishte përgatitur darkën dhe po rregullonte enën. Si shkoi puna sot, mami? Pyeti dritani, pa i ngritur syt nga letra. Ishte zbuluese, shpirti im. Mami zbuloi disa gjëra të rëndësishme për të kaluarën. Gjëra të mira. Bora puthi kokën e djalit. Gjëra të vërteta. Dhe ndonjëherë, e vërteta është gjëja më e rëndësishme, edhe kur është e vështirë për t'u pranuar. Ti dukesh më e lumtur, vëreti Lulieta, duke tharë duart me peshqir. Po ndihem më shumë vetvetja, pranoi Bora. Për herë të parë pas 3 vitesh. Atë natë vonë, ndërsa përgatiste detajet e fundit të prezantimit të saj për të premten, Bora reflektoi mbi kthesat e pabesueshme të jetës së saj. Një javë më parë, ajo ishte një kamariere që luftonte për të rindërtuar ekzistencën e saj pas një rënjeje profesionale shkatëruese. Tani ishte gati të ekspozonte një konspiracion korporativ dhe, ndoshta, të kthente jo vetëm reputacionin e saj, por edhe karrierën e saj. Më ironikja e të gjithave ishte se poshtërimi i saj publik kishte qenë katalizatori për të zbuluar të vërtetën. Nëse Viktori nuk do ta kishte humbur durimin atë natë, nëse ajo nuk do të ishte përgjigjur me vendosmëri, nëse videoja nuk do të ishte bërë virale, Olta me siguri do të kishte arritur ta rrëzonte Viktorin pa zbuluar askush metodat e saj. Ndonjëherë, mendoi Bora, drejtësia lind nga vendet më të papritura. Dhe të premten, ajo do të garantonte që drejtësia më në fund të bëhej. Salla e mbledhjeve të bordit në katin e 40 të ndërtesës korporative ishte e tensionuar atë mëngjes të së premtes. 16 nga biznesmenët dhe investitorët më me ndikim të kryeqytetit ishin mbledhur rreth tavolinës prej mahogani të lëmuar, duke pritur atë që shumë e konsideronin të ishte gjyqi final i Viktor Aliu. Olta Murati kishte mbërritur herët, veshur me një kostum gri të patëmet dhe duke mbajtur një çantë lëkure të mbushur me dokumente të organizuara me kujdes. Flokët e saj bjond ishin kapur në një topuz elegant dhe shpreja e saj rezatonte besimin e dikujt që ishte gati të korte një fitore të planifikuar prej kohësh. Viktori hyri në sallë saktësisht në orën 9, i shoqëruar nga Luani. Pamja e tij ishte ajo e një burri dukshëm të goditur nga krizat e javës së fundit, saktësisht ajo që Olta priste të shite. Ajo që nuk dinte ishte se Bora po e ndiqte mbledhjen përmes sistemit të videokonferencës së kompanisë, gati për të ndërhyrë në momentin e duhur. Mirëmëngjes të gjithëve, përshëndeti Olta, duke marrë natyrshëm kontrollin e mbledhjes. Faleminderit që erdhët në këtë seancë të jashtëzakonshme të bordit. Fatkeqësisht, ngjarjet e javës së fundit e bën këtë mbledhje të pashmangshme. Agim Karini, antari më i vjetër i bordit, pastroi fytin. Olta, ti e kërkove këtë mbledhje. Fjala është e jotja. Faleminderit, Agim. Olta u ngrit duke lidhur laptopin e saj me projektorin. Të dashur koleg, jemi këtu për të diskutuar një krizë udhëheqjeje që kërcënon jo vetëm reputacionin ton, por edhe shkrirjen ton miliardere me grupin ndërkombëtar. Imazhet e para që u shfaqen në ekran ishin prerje gazetash mbi videon virale, grafik që tregonin rënjen e aksioneve dhe komente negative në rrjetet sociale. Sjellja e Viktorit në javën e fundit tregoi një paqëndrueshmëri emocionale të papajtueshme me udhëheqjen e një korporate të kësaj madhësie, vazhdoi Olta. Të poshtërosh publikisht një punonjëse, të humbasësh kontrollin në një mjedis korporativ, të tregosh përbuzje të plot për vlerat njerëzore që kompania jon duhet të përfaqësojë. Viktori qëndronte i palvizur, por grushtet e tij ishin të shtrënguar nën tavolinë. Disa antar të bordit tunin kokën në shenjë miratimi ndaj fjalëve të Oltës. Përveç kësaj, vijoi ajo, kjo krizë ka ndikuar direkt në negociatat tona. Partnerët tanë ndërkombëtar po vënë në dyshim nëse mund të besojnë në një udhëheqje që tregon një mungesë të tillë kontrolli.
Ana Leka, një nga anëtarët e bordit, ngriti dorën. Olta, ke një propozim konkret? Kam. Kërkoj zyrtarisht shkarkimin e Viktor Aliut Sisaeu dhe propozoj një ristrukturim të plot të udhëheqjes ekzekutive. Kam këtu një plan të detajuar për të rikthyer besueshmërinë tonë dhe për të shpëtuar shkrirjen. Olta shpërndau kopjet e një dokumenti prej 20 faqesh, duke detajuar se si ajo do të merrte kontrollin e kompanisë dhe do të zbatonte një erë të re të udhëheqjes empatike dhe përgjegjëse. Ishte atëherë që Viktori më në fund u ngrit. Olta, para se të votoni, do të dëshirona të prezantoja disa informacione shtesë që mund t'i interesojnë bordit. Viktor, ti do të kesh mundësi të mbrohesh pasi unë të përfundoj prezantimin tim, u përgjigj Olta, duke u përpjekur të mbante kontrollin e mbledhjes. Në fakt, tha Agimi, mendoj se duhet t'i dëgjojmë të gjitha perspektivat para çdo vendimi. Viktori pohoi dhe ndezi laptopin e tij. Të dashur antar të bordit, gjatë ditëve të fundit kam kryer një hetim mbi ngjarjet që çuan në këtë krizë. Ajo që zbulova do t'ju befasoj të gjithëve. Imazhi i parë që u shfaq në ekran ishte një regjistrim i qasjes në sistemin e Siguria Vision, datuar të njëjtën para incidentit, me emrin e Oltës qartësisht të identifikuar. Olta kërkoi qasje në të dhënat e sigurisë të 15 vendeve në kryeqytet një ditë para darkës Simet e Eleganca, duke pretenduar se ishte për një studim të sigurisë korporative që asnjëri prej jush nuk e kishte kërkuar. Pëshpëritje surprize u shtuan nëpër sallë. Olta u zbeh pak, por ruajti qetësinë. Viktor, nuk e kuptoj ku do të dalësh. Do ta shpjegoj. Viktori ndryshoi faqen duke treguar regjistrimet financiare të media virale. 2 javë para incidentit, ti kontraktove një kompani të marketingut digital të specializuar në përmbajtje virale, duke paguar 50.000 euro për strategji të komunikimit të krizës. Kjo është pjesë e përgjegjësive të mia si këshilltare. Të jem e përgatitur për kriza të mundshme. Kriza të mundshme apo kriza të planifikuara? Viktori prezantoi faqen tjetër. E njëjta kompani ishte përgjegjëse për montimin dhe shpërndarjen e videos që u bë virale. Edhe më interesante, ti zotëron 20% të aksioneve të asaj kompanie. Heshtja në sallë ishte shurdhuese. Olta u përpoq të mblidhte veten. Këto janë koincidenca dhe interpretime dashakeqe të. Ka më shumë. Viktori u lidh përmes videokonferencës me Borën, imazhi i së cilës u shfaq në ekran. Do të dëshirona të prezantoja Bora Sulën, eksperte të sigurisë digjitale dhe personin që më ndihmoi të zbuloja gjithë të vërtetën. Bora, duke folur direkt për kamerën, prezantoi në mënyrë të qartë dhe teknike të gjitha provat digjitale që kishte mbledhur. Metat dhënat e videos, regjistrimet e ngarkimit, lidhjet financiare, gjithçka e ekspozuar me saktësinë e një eksperteje. Por konspiracioni shkon shumë përtej këtij incidenti, vazhdoi Bora. Olta Murati përdori të njëjtat taktika 3 vjet më parë për të shkatëruar karrierën time dhe për të lehtësuar blerjen e kompanisë ku unë punoja. Kemi prova se ajo e ka bërë këtë të paktën 3 herë të tjera në 2 vitet e fundit. Arbeni u shfaq në videokonferencë duke prezantuar dokumentet që kishte ruajtur nga rasti i Siguriatek, përfshirë emaile komprometuese mes Oltës dhe investitorëve duke planifikuar saktësisht se si të përdornin rrjedhjet e të dhënave për të detyruar blerjet e bizneseve. Kur prezantimi përfundoi, Olta ishte dukshëm e tronditur. Provoi një mbrojtje të dëshpëruar. Do të besoni një kamariere të lënduar dhe një sajau të dëshpëruar për të shpëtuar pozicionin e tij? Kjo është një farsë e ndërtuar për të prezantuar prova të pakundërshtueshme se ti organizove një konspiracion për të më shkarkuar përmes manipulimit dhe sabotimit, e ndërpreu Viktori. Prova që përfshin regjistrime bankare, metat dhëna digjitale, emaile komprometuese dhe dëshmitar. Agim Karini u ngrit. Olta, këto janë akuza jashtëzakonisht të rënda. Ke ndonjë mbrojtje faktike kundër këtyre provave? Olta pa rreth sallës, duke kuptuar se kishte humbur plotësisht mbështetjen e bordit. Shpreha e saj e besimit ia la vendin panikut. Unë duhet të konsultohem me avokatin tim para se të përgjigjem për çdo gjë. E marr këtë si një pranim faji, deklaroi Ana Leka. Proponoi zyrtarisht shkarkimin e menjëhershëm të Olta Muratit nga të gjitha funksionet e saj në kompani dhe dërgimin e kësaj çështjeje te autoritetet kompetente. Votimi ishte unanim. Olta u shoqërua jashtë ndërtesës brenda 2 orëve, ndërsa avokatët e kompanisë tashmë po përgatitnin paditë kundër saj.
3 muaj më vonë, Bora ishte në zyrën e saj të re në katin e 38 të ndërtesës, me pamje panoramike të Tiranës. Pllakata e saj në derë thoshte Bora Sula, drejtore e sigurisë digjitale dhe integritetit korporativ. Ishte pozicioni që Viktori kishte krijuar posaçërisht për të, duke pranuar se kompanitë moderne kishin nevojë për profesionistë të specializuar jo vetëm në teknologji, por në diktimin dhe parandalimin e manipulimeve të brendshme. Zyra e saj ishte ngjitur me atë të Viktorit, duke lehtësuar bashkëpunimin e vazhdueshëm që ishte zhvilluar mes tyre. Nuk ishte vetëm një marrëdhënie profesionale, ishte bërë një partneritet i bazuar në respektin reciprok dhe besimin e fituar përmes vështirësive të kaluara. Bora, mund të vish këtu një minutë, zëri i Viktorit erdhi përmes interfonin. Ajo gjeti Viktorin në zyrën e tij, por jo vetëm. Dritani ishte ulur në një karrige rrotulluese, duke luajtur me një laptop fëmijësh që Viktori i kishte blerë. Shpresoj të mos të prish punë, tha Viktori me një buzëqeshje. Lulieta më telefonoi duke thënë se mjeku i Dritanit mbaroi më herët dhe mendova se ai mund ta kalonte pjesën tjetër të pasdites këtu. Mami, Viktori më tregoi se si funksionon sistemi i sigurisë, thiri Dritani i emocionuar. Është shumë më kolë se lojrat e kompjuterit. Bora qeshi. Gjatë muajve të fundit, Viktori kishte zhvilluar një dashuri të sinqertë për Dritanin dhe djali ishte bërë një prani e rregullt në zyrë gjatë fundjavave dhe pushimeve. Viktori, i cili kur nuk ishte martuar dhe nuk kishte fëmijë, zbuloi se adhuronte t'i shpjegonte për biznesin dhe teknologjinë një mendje të re dhe kurioze. Në fakt, tha Viktori, kam një propozim për t'ju bërë të dyve. Çfarë lloj propozimi? Pyeti Bora, e intriguar. Kompania po lançon një program bursash për fëmijët e punonjësve. Edukim privat i plot, që nga shkolla fillore deri në universitet. Dritani do të ishte bursisti ynë i parë. Bora ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Viktor, kjo është një investim inteligjent, e ndërpreu ai. Dritani qartësisht ka trashëguar inteligjencën tënde. Me edukimin e duhur, mund të bëhet çfarëdo që të doj. Dritani pa nënën e tij. Kjo do të thotë se mund të mësoj për kompjuterat e vërtet. Do të thotë se mund të mësosh për çfarëdo që të dëshirosh, shpirti im, u përgjigj Bora, duke puthur ballin e djalit. Atë pasdite, ndërsa Dritani luante në zyrën e Viktorit, Bora reflektoi mbi transformimet e pabesueshme të muajve të fundit. Poshtërimi i saj publik ishte bërë katalizatori për arritjen më të madhe profesionale të jetës së saj. Jo vetëm që kishte rifituar reputacionin e saj, por kishte gjetur një pozicion edhe më të mirë se i mëparshmi. Më e rëndësishmja, ajo kishte ndihmuar njerëz të tjerë. Në muajt pas ekspozimit të Oltës, 5 viktima të tjera të manipulimeve të saj kishin kërkuar Borën dhe ajo kishte arritur t'i ndihmonte të rifitonin reputacionet e tyre dhe, në disa raste, të merrnin dëmshpërblime të konsiderueshme. Viktori gjithashtu kishte ndryshuar thellësisht. Burri arrogant dhe shpërthyes që e kishte poshtëruar në restorant ishte zëvendësuar nga dikush më reflektues, empatik dhe sinqerisht i shqetësuar për ndikimin e veprimeve të tij mbi të tjerët. Ai zbatoi politika të vlerësimit të punonjësve, krijoi një kanal denoncimesh anonime për situata abuzimi dhe u bë një mbrojtës publik i praktikave etike të biznesit. Shkrirja e biznesit jo vetëm që ishte shpëtuar, por ishte bërë edhe më fitimprurse pasi transparenca dhe integriteti i udhëheqjes së kompanisë u bën të njohura ndërkombëtarisht. 6 muaj pas ngjarjeve të Eleganca, Bora u ftua për një ligjërat në një konferencë të sigurisë digjitale. Auditori ishte plot me qindra profesionistë të fushës, shumë prej të cilëve e njihnin historinë e saj. 3 vjet më parë, filloi ajo, unë besoja se karriera ime kishte përfunduar për shkak të dështimit tim personal. Sot e di se isha viktimë e një konspiracioni të detajuar. Por gjëja më e rëndësishme që mësova nuk ishte për teknologjinë apo sigurinë digjitale. Ishte për dinjitetin. Ajo bëri një pauzë duke kujtuar atë moment në restorant kur vendosi të mos pranonte më poshtërime. Dinjiteti nuk është diçka që të tjerët mund të na japin ose të na marrin. Është një zgjedhje që ne bëjmë mbi atë se si e shohim veten dhe si lejojmë të tjerët të na trajtojnë. Kur zgjodha t'i përgjigjesha atij poshtërimi me vendosmëri në vend që të zvogëlohesha, nuk po mbroja vetëm punën time si kamariere. Po mbroja identitetin tim si person. Duartrokitjet ishin të gjata dhe të ngrohta. Pas ligjëratës, shumë njerëz e kërkuan për të ndarë përvojat e tyre me padrejtësitë korporative dhe manipulimet profesionale.
Një vit më vonë, Bora dhe Viktori inauguruan Institutin Sula Aliu për Integritet Korporativ, një organizatë jo fitimprurse e dedikuar për të ndihmuar profesionistët viktima të konspiracioneve të biznesit dhe për të edukuar kompanitë mbi rëndësinë e transparencës dhe respektit reciprok. Dritani, tani 7 vjeç dhe duke studiuar në një nga shkollat më të mira të Tiranës, shpesh e shoqëronte nënën në aktivitetet e institutit. Ai ishte bërë një lloj maskote jo zyrtare, duke ma gjepsur audiencat me pyetje inteligjente mbi drejtësinë dhe teknologjinë. Gjatë një prej këtyre konferencave, një gazetar e pyeti Borën nëse ishte penduar ndonjëherë që ishte përgjigjur Viktorit atë ditë në restoran. Kur, u përgjigj ajo pa hezituar. Ai moment përcaktoi jo vetëm karrierën time, por jetën time. Mësova se ndonjëherë është e nevojshme të rrezikosh gjithçka për të mbrojtur atë që është e drejtë. Dhe zbulova se, kur e bëjmë këtë me guxim dhe dinjitet, universi ka një mënyrë misterioze për të na shpërblyer. Gazetari pastaj pyeti Viktorin, i cili ishte i pranishëm, nëse ishte penduar për sjelljen e tij atë natë. Çdo ditë, u përgjigj Viktori sinqerisht. Por nuk pendohem për pasojat. Shpërthimi im i nervave zbuloi aspekte të karakterit tim me të cilat duhej të përballesha dhe t'i ndryshoja. Bora jo vetëm që më shpëtoi nga një konspiracion, ajo më shpëtoi nga shndërrimi në një person që unë nuk do të dëshirona të isha. 2 vjet pas ngjarjeve të Eleganca, restoranti ende mbante në mënyrë diskrete një pllakat në tavolinën ku ndodhi gjithçka, tavolina e dinjitetit, në nderim të atyre që mbrojnë vlerat e tyre, pavarësisht pasojave. Besniku, i cili ishte bërë mik personal i Borës, shpesh u tregonte klientëve kurioz historinë e vërtetë të asaj që ndodhi atë natë, gjithmonë duke theksuar se guximi nuk është mungesa e frikës, por vendimi për të bërë atë që është e drejtë pavarësisht frikës. Teuta, kamarierja veterane që kishte trajnuar Borën, tani drejtonte programin e trajnimit për shërbimin ndaj klientit në Eleganca, duke u mësuar punonisëve të rinj jo vetëm protokollin e shërbimit, por edhe dinjitetin profesional dhe respektin reciprok. Në një pasdite të diel, 3 vjet pas incidentit, Bora dhe Dritani ishin në parkun që frekuentonin aq shumë kur ajo punonte si kamariere. Dritani vraponte pas një balone me ngjyra ndërsa Bora vështronte nga një stol, duke reflektuar mbi të gjitha transformimet e jetës së tyre. Celulari i saj ra. Ishte një mesazh nga Viktori, sapo mora konfirmimin. Instituti u zgjodh për të përfaqësuar vendin në konferencën ndërkombëtare të etikës në biznes në Gjenevë. Urime, partnere. Bora buzëqeshi, duke u përgjigjur, faleminderit, partner. Kush do ta thoshte se një kamariere dhe një sajau arrogant do të bëheshin mbrojtës ndërkombëtar të dinjitetit në punë? Përgjigja erdhi shpejt, mendoj se gjithmonë kemi pasur potencial për këtë. Thjesht na duhej të gjenim njëri tjetrin. Dritani vrapoi drejt saj, i mbytur në frym dhe i buzëqeshur. Mami, balona fluturoi shumë lart. Pothuajse preku redh. Njësoj si ëndrat tona, shpirti im, u përgjigj Bora, duke përqafuar djalin. Ndonjëherë ato fluturojnë shumë më lart se sa e imagjinonim se ishte e mundur. Duke ecur për në shtëpi atë pasdite, Bora mendoi për të gjithë njerëzit që kishin kryqëzuar rrugën e saj përgjatë këtij udhëtimi. Arbenin, që kishte ruajtur provat vendimtare dhe kur nuk humbi besimin te pafajësia e saj. Luljetën, që kujdesej për Dritanin me aq dashuri. Besnikun, që kishte parë potencialin tek ajo kur askush tjetër nuk e shite. Teutën, që e kishte mësuar për profesionalizmin dhe diskrecionin. Dhe madje edhe Viktorin, momenti i dobësisë së të cilit ishte bërë katalizatori për rritje dhe transformim të përbashkët. Por mbi të gjitha, mendoj për të gjithë njerëzit që ende po luftonin betejat e tyre kundër padrejtësive, manipulimeve dhe poshtërimeve. Për secilin prej tyre, ajo donte të ishte provë se është e mundur jo vetëm të mbijetosh, por të lulëzosh kur ke guximin të mbrosh dinjitetin tënd. Atë natë, ndërsa vinte Dritanin në gjumë, djali bëri një pyetje që e bëri të buzëqeshte. Mami, mendon se kur të rritem do të jem guximtar si ti? Shpirti im, ti tashmë je guximtar. Guximi nuk ka të bëjë me mospasjen e frikës. Ka të bëjë me të bërit e asaj që është e drejtë edhe kur ke frikë. Dhe ti e bën këtë çdo ditë. Si? Kur mbron shokët e tu në shkollë, kur më pyet për gjëra që nuk i kupton, kur ëndërron madh edhe kur njerëzit thonë se je shumë i vogël. Kjo e gjitha është guxim. Dritani buzëqeshi, duke u përqafuar me ariun e tij. Atëherë kur të rritem, do të ndihmoj njerëzit siç bëni ti dhe Viktori? Nëse do të dëshirosh, shpirti im.
por mbaj mend, gjëja më e rëndësishme nuk është të ndihmosh njerëzit kur të jesh i madh dhe i fuqishëm. Është ti trajtosh të gjithë njerëzit me respekt dhe dinjitet që tani, çdo ditë. Pasi puthi ballin e djalit dhe fiku dritën e dhomës, Bora shkoi në krevatin e saj duke reflektuar mbi fjalët që kishte thënë. Ishte kjo ajo që e gjithë përvoja i kishte mësuar, dinjiteti nuk ishte një destinacion për t'u arritur, por një zgjedhje ditore mbi atë se si ta trajtonte veten dhe të tjerët. 3 vjet më parë, ajo ishte një eksperte sigurie që përpiqej të mbronte të dhënat korporative. Sot, ajo mbronte diçka shumë më të rëndësishme, integritetin dhe dinjitetin e njerëzve. Dhe nuk kishte karrierë në botë që mund të ishte më shpërblyese se kjo. Në herën e fundit që u kthye eleganca si kliente e shoqëruar nga Viktori dhe Dritani për një darkë festive, Bora vëzhgoi gjeneratën e re të kamarierëve dhe kamariereve që shërbenin në tavolina me profesionalizëm dhe krenari. Shumë prej tyre e njihnin historinë e saj dhe e shihnin si frymëzim. Një kamariere e re, jo shumë më e madhe se Bora kur filloi në teknologji, u afrua me turp gjatë ëmbëlsirës. Më falni që po ju shqetësoj, por a jeni ju Bora Sula? Unë jam, u përgjigj Bora me një buzëqeshje të ngrohtë. Unë thjesht doja t'ju falenderoja. Historia juaj më frymëzoi të mos heq dorë nga ëndrat e mia, po studioj inxhinieri natën ndërsa punoj këtu, dhe sa herë që gjërat bëhen të vështira, kujtoj guximin tuaj atë natë. Bora u ngrit dhe e përqafoi të ren. Si e ke emrin? Valbona. Valbona, mbaj mend, ëndrat e tua janë të vlefshme, pavarësisht se ku po punon tani. Dhe kur, asnjëherë, mos lejo askënd të bëj të ndihesh se vlen më pak për shkak të punës tënde aktuale. Dinjiteti nuk vjen nga profesioni yt. Vjen nga mënyra se si ti sillesh në botë. Kur dolën nga restoranti atë natë, Viktori komentoi, e vëre ndikimin që ke në jetët e njerëzve? Të gjithë ne e kemi këtë ndikim, u përgjigj Bora. Diferenca është nëse zgjedhim ta përdorim ndikimin ton për t'i lartësuar apo për t'i ulur të tjerët. Ti vetë je prova e kësaj. Viktori buzëqeshi. Touch. Faleminderit që më mësove ta përdor ndikimin tim në mënyrë konstruktive. Faleminderit që më dhe mundësinë të rindërtoj jetën time në një mënyrë edhe më të mirë se sa ishte më parë. Dritani, duke ecur mes tyre, kapi duart e të dyve. Do të jeni miq për gjithmonë? Viktori dhe Bora shkëmbyen shikime dhe buzëqeshën. Për gjithmonë, u përgjigjen të dy një zëri. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Borës dhe Viktorit t'ju ketë prekur zemrat dhe të ketë frymëzuar reflektime mbi dinjitetin, respektin dhe shanset e dyta. Ky është edhe një rrëfim që tregon se si momentet më të vështira të jetës mund të shndërrohen në mundësi rritjeje dhe transformimi. Nëse kjo histori ka lënë gjurmë të ju, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë tregime emocionuese që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe fuqinë e integritetit. Lini një pëlqim nëse besoni se të gjithë meritojnë të trajtohen me dinjitet, pavarësisht pozicionit të tyre shoqëror apo profesionit. Dhe në komente ndani përvojat tuaja mbi momentet kur guximi për të mbrojtur vlerat tuaja ndryshoi jetën tuaj. Presim me padurim historik dhe reflektimet tuaja.